Është e vërtet që më nga babi shumë. E kam hupë në kohën kur e gjithë bota ishte e mbyllur nga koronavirusi, edhe asnjëherë nuk e kam imagjinu që babi do të ndroj jetë nga një virus i tillë. Është rujt shumë, ka pas kujdes gjatë gjithë kohës me mosdalje, me larjen e durve, me gjitha produkte që i kemi bleri, kemi laj, kemi shpërla që mos me ardhë deri te virusi, por mendoj që ka qenë e shkrume edhe nuk kemi pas mundësi me ikë këti virusi. Normalisht që më mungon shumë, gjithë ditë e më shumë e vuj shumë. Dhe e vetë një mënyrë për me shprej mungesën edhe dhimbë të ndaj ti. Unë s'ka një javë që e kam dediku një këngë pikrisht për atë që ndjej, atë mungesën e ti që gjithë ditë e më shumë është duke edhe pse po mendoj që ndonjëherë është dikun edhe e mundoj vetën që babi e ka vendin dikun, po do ta shoh, por e di që është ajo e pamundun edhe dedikimi erdhi papritmas edhe nëpërmes tekstit të muzikës unë e shpreha të gjithë ndjenjën dhe mungesën e tij. A është e vështirë në këto tema sensitive më ulë dhe më shkru diçka? Është shumë e vështirë. Ka shumë këngëtarë që i njoh, të cilët sidomos në çështje sensitive personale hezitojnë me shkru diçka. Edhe unë e kam mendu të njëjtën gjë, po ka ardhur spontanisht edhe ka se unë zakonisht i shkruaj edhe dashurisë, i kam disa tekste normalisht që për veti, po nuk i kam publikuar asnjëherë, por kjo e babit ka ardhur spontanisht natën vonë, më erdhi një ndjenjë, një farë ankthi pse nuk është më. Nuk e pranojsha asnjë ditë që babi mund të ndronte jetë edhe të mos jetë prezent, por nëpërmes tekstit normalisht që e shpreha e gjithë dashurinë, mlefin, mërzinë edhe gjithë. I trego dy rreshta që sipas te ki derdh shumë ndjenjë. Krejt komplet teksti e ka ndjenjë. Dy që janë pak ma... Ose na këndo ata dy rreshta. Ti dashnia ime e par, ashtu si që është baba për çdo vajz, do jesh engjulli im në këtë tokë, ti malli pashuar që pushon në atë botë. Kjo ka qenë që edhe kom po refren që me pasat, se normalisht që çdo vajz është e lidhur me babin e tyre, edhe e vetmja strofë që më ka godit shumë.